Çfarë duhet bëj Kosova realisht me shtetet të cilat nuk e njohin, sidomos në këngëtarët e fundit që ndodhin me sportin e karates që nuk morën pjesë fare në Çipër, po ashtu edhe me atë të cilin Federata Spanjolle qyti Kosovën si federatës e Kosovës, por jo duke e prezantuar emrin e Kosovës si shtet, si Kosova. Për këtë kemi këtu në studio ish kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani. Zotëri Hasani, përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin Pasdite Sportive. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kryetar, si ke parë këto ngjarjet e fundit që kanë të bëjë lidhje me këto shtete të cilat nuk janë duke e njohur Kosovën si shtet, por që po menojnë në format e tjera me diskriminu shtetin tonë? Po kjo nuk është hera e parë, do thotë që nga njohja e parë një federate sportive të Kosovës nga Federata Përkatëse Ndërkombëtare kanë filluar këto probleme, sepse Kosova legjitimitin e saj ndërkombëtar nga shtetet e ndryshme nuk e ka marrë nga ana Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por Kosova nëpërmjet parlamentit saj e ka shpall pavarësinë, pastaj ka filluar njohja në fillim e hovshme, po pastaj në mënyrë graduale e pavarësisë e njohë si shtet, dhe këtu pastaj filluan të dalin problemet edhe mas njohjes së Komitetit Olimpik, që pastaj hapi rrugën edhe për të gjitha federatat tjera përkatëse të Kosovës që të njihen nga federatat ndërkombëtare, dhe ty po të njeh realisht federatat ndërkombëtare, ndoshta ka respekt edhe nga federata përkatëse kombëtare ku organizohen kampionatet e ndryshme, por nuk të njeh shteti ku organizohet, nuk të njeh simbolet, të bën pengesa të ndryshme. Pra nuk është kjo një për herë të parë që ka ndodhur, por që nga viti realisht sa mbajnë mend 2003 apo 2004 këto probleme kanë filluar në sportin e Kosovës. Kryetar, çka realisht duhet me bo, apo ndryshe si duhet me reagu në lloj forma të ndryshme, qoftë ato institucionale apo qoftë edhe nga ana e komunitetit sportiv, që me ardh edhe të paktën me bind ose me pas reagime kundrejt, se ju me qenë të varfur në pjesën e reagimeve, sidomos kur bëhet pjesë që shumë sportistë mund të humbasin nga një mos pjesëmarrje në një garë të madhe siç është kampionati evropian. Pavarësisht që ka qenë edhe për mosha të reja deri tek U21, por që kemi pasur dy sportistë si Islam Selmani, po ashtu edhe Behje Mustafa, që kanë pasur evropianin e tyre të fundit, dhe me do e mos Kosova kishte apo do të mund të arrinte që të kthehej në vendin tonë me medalje. E para që duhet të theksohet, nuk ka padrejsi më të madhe që ju bëhet sportistëve kur nuk i lejojnë të marrin pjesë në një kampionat, qoftë ai evropian apo botnor, por edhe lojra evropiane kështu me radhë. Sepse sportistët përgatiten në mënyrë afatgjate, me planifikim afatgjatë, do të është një përgatitje e jashtëzakonshme në baza ditore, madje nga 2 herë, 3 herë në ditë, nga 1 orë, 2 orë apo 3 orë stërvitje, është përgatitur pra edhe kondicionalisht, edhe tekniko-taktikisht, por edhe mentalisht për të marrë pjesë, dhe del atje një shtet dhe bën pengesa, do thotë i pengon sportistët në trajtimin e të barabartë, do thotë do të më kanë kogja shtet idiot me bën një gjë të tillë. Pse si për hir të dy terren po e bën këtë. Po e kanë bërë edhe më herët, domethënë. Madje herën e parë e mbesa e kujtoj unë ka qenë që sportistët tani nis duke u por në Greqi i kanë ndalu dhe nuk i kanë liu me shku asandej. Madje edhe pse pas Greqia pak a shumë ja lejoj me utu deri në atë pjesë, por në Çipër me pas nuk i lën fare të marrin pjesë. Po ke shpreha ime ndoshta është pak e ashpër, por jo s'është e ashpër, për këtë shtete si nuk sinqerisht ta pengosh ti një sportist që thash që bën as shumë përgatitje, as shumë mund, as shumë
tërvitje veç pse mundesh me bën një pengesë, vërtet dush me qenë çat kategori dikon. Unë mbaj mend edhe Borelli që ishte ndërmjetësues, edhe ai ka qenë ministër i punëve të jashtme, edhe ka tentuar me bërë pengesa edhe komitetit olimpik të Kosovës, pastaj erdhe këto ai me ndërmjetësuar me të i kalu një problem mes Kosovës dhe Serbisë, dhe mundeni me paramendu çfarë trajtimesh, por do thotë mendojnë mirë parimore, nuk mendojnë nga aspekti i ruajtjes drejtave të sportistëve, si drejtat njeriut. Dhe normalisht që duhesh me mirë kuptu sportistin, përjetimin e sportistit, gjitha ajo përgatitje, dhe dikush sa i kur humb prej kundërshtarit, ai e pranon me shumë sportivitet këtë, po me të pengu ty shteti, mos me të leju me hy mrena, se do thotë këto janë format të ndryshme që këto mekanizme ndërkombëtar, këto shtete i përdorin, për shembull të pengon me hy, nuk ta jap, nëse ka nevojë për vizë, nuk ta jap vizën për me hy brenda. Kur të hysh brenda, nuk të lejon me përdor simbolet tuaja, as flamurin, as himnin, nuk ta shënon emrin e shtetit, do thotë lloj formash, lloj pengesash, mirë po do thotë ne duhet të jemi duhetishëm edhe si federata, edhe si komitet olimpik, që këto pengesa nuk janë as para, s'kan me qenë as të mrama, derisa mos na njohin të gjitha shtetet, prandaj nevojitet edhe një strategji dalse nga kjo. Zotëri Asoni, si është për shembull, ose si mendon apo ndryshe si komenton një federatë evropiane apo edhe ndërkombëtare që nuk po arrin me pas ndikimin e saj apo ndryshe me shtru legitimitetin e saj në shtetet të cilat organizojnë kampionate evropiane apo që botërore, dhe që nuk i lejojnë ato shtetet të cilën nuk e njeh mos me marr pjesë me simbole shtetërore. Po, federatat ndërkombëtare formohen nga federatat kombëtare. Do thotë secila federatë kombëtare ka të drejtën me dërguar 2 përfaqësues të vetët, të cilët janë me të drejtë votës, dhe nga një asambleje e tillë zgjidhet një bord ekzekutiv i federatës ndërkombëtare. Ata kanë një statut, kanë rregullore të ndryshme që trajtojnë edhe këtë temën e mosdiskriminimit, respektivisht të qasjes së barabartë të çdo sportisti nga cili do vend që vjen për të marrë pjesë në kampionatet, qofshin ato regionale, evropiane apo botërore. Mirë po, këto federata nga njëherë nuk i marrin gjitha masat, sepse nuk ka që vetëm Kosova e ka këtë problem. Është problemi mes Izraelit, Palestinës, Indisë, Pakistanit. Po, një edhe në këtë kampionat të karates, ku as Turqia nuk ka marrë pjesë për shkak të luftrave që ka pasur më herët me shtetin e Greqisë apo qoftë edhe Çiprun, ku tashmë e dim që është pak sa shumë ndar Çipru në 2 pjesë. Pra ka edhe probleme tjera, por nuk ju kanë qasë në mënyrë serioze sa është problemi serios. Do thotë federatat ndërkombëtare duhet të kërkojnë nga federatat kombëtare para se të aplikojnë, ose kur të aplikojnë, që sjellin garancionin nga qeveria e atij shteti që mos t'i bëj problem asnjë sportisti të asnjë shteti. Do të thonë, federata ndërkombëtare duhet ta bëj një gjë të tillë, gjë që realisht nuk po ndodh. Por tash po flasim çka duhet të bëj federata ndërkombëtare. Mirë po, federatat kombëtare duhet të jenë shumë më kërkuese, në këtë rast edhe federata sportive të Kosovës duhet të jenë shumë më kërkuese drejt federatave ndërkombëtare, nëse se kanë marrë me shumë seriozitet
këtë çështje t'ju bëhet presion që të marrin do të thotë masa të duhura që s'kan me u pengu para se votohet për ta e drejta që ata t'jenë një koqir të një kampionati regional, evropian apo botror. Do thotë, në këtë drejtim, pritshmëritë e mia janë që dhe Komiteti Olimpik edhe Ministria përkatëse për sport, por edhe federatat gjithë së bashku të bëjnë presion shumë të madh në federatat ndërkombëtare që ato mos ja japin asnjë shteti të drejtën të jenë një koqir të një aktiviteti sportiv para premtimit me shkrim se nuk do ta pengojnë asnjë sportist, nuk do ta pengojnë asnjë simbol shtetëror, por edhe asnjë vizë, se nga njëherë këto probleme të cilat ata i bëjnë. Kryetar, do më ndalë tek një çështje tjetër, në rast se siç ka ndodhur kjo me rastin e Çipros, që nuk kanë pranuar që shteti i Kosovës të mos merr pjesë, fakte merr pjesë, po pa simbole shtetërore. A ka ose a duhet të bëj, a mund të bëj federata ndërkombëtare apo kushdo që organizon, jep të drejtën e organizimit, qoftë federata evropiane, qoftë federata botërore, që ai shtet i cili nuk i plotson ato të cilat i përmende pak a shumë, më u ndalu organizimi dhe më jap organizimi i shtetit tjetër që ka apliku por që i plotson kriteret? Realisht, vetëm kjo është veprim i drejtë. Do të thonë, një federatë kombëtare që ka marrë një koqir llokën, pengohen sportistët e ndonjë shteti. Kjo është diskriminim, kjo është padrejtësi, ky kampionat duhet shpallet nul, edhe nuk duhet të organizohet. Mirë po çka ndodh praktika edhe vetë kam qenë në rolin kryesor të luftimit kësaj dukurie dhe kemi qenë ma proaktiv mundem me thonë, por dëshëm që s'u zgjidh gjitha problemet, sepse për shembull dhënia e vizës ndodh ditët e fundit, ti mundesh me apliku edhe një muj përpara, po ata nuk të përgjigjen, nuk ta caktojnë afatin për me shku për me marr vizën si shtetet që nuk e ka njohur shtetësinë e Republikës së Kosovës. Prandaj në këtë drejtim edhe tash federata ndërkombëtare bën një pozitë të palakmueshme. Sepse kjo është ditët e fundit, janë bërë rezervimet e hoteleve, janë nxjerr biletat e udhëtimit nga tërbota apo nga Evropa, për se çfarë kampionati është, dhe ka shpenzime enorme. Edhe tash është krejt një moment i fundit, tash është problematike me gjetë edhe një shtet që pranon ta organizoj brenda këtyre pak ditëve sa kanë mbetë para fillimit të një kampionati. Pra, vihen para një pozicioni të palakmueshme. E dyta, mund ndodhë që me qenë para disa zgjedhjeve edhe në për federata, pasim zgjedhjet banë çdo 4 vite, dhe varet si shikojnë nga çfarë perspektiva, sferat e interesit federatat ndërkombëtare, dhe nga njëherë i mbyllin syt para dhe dëmtojnë sportistët, siç janë sportistët e Kosovës, që fare s'ka të bëjë me parime, fare s'ka të bëjë me rregulloret e tyre, në mënyrën se e kanë trajtimit të sportistave edhe nga aspekti i drejtave të njerëzit. Kryetar, edhe një pyetje të fundit, e përmenda pak a shumë pjesën e ndikimit. Shohim që ka federata të cilat nuk arrin me pas një lloj ndikimi tek një shtet e cilet ja jep organizimin. Ndryshe shembull e shohim tek UEFA edhe FIFA, e cila ka aq ndikim të madh sa që mund ta bëjë ndryshimin ose ta shtyt paktën edhe garën për të cilën do të mbahet ai organizim, edhe mundohet ta bëjë më të mirën që të jenë të gjitha shtetet të jenë të barabarta në organizimin që marrin pjesë. E kemi pasur një rast në lidhje me kombëtarët e Kosovës në futboll, e cila është parapar fakt të luaj me Spanjën, dhe kemi parë se Spanja në flamujt të cilat i kishte
pasur në pjesën e stadiumit, kishte në fakt ngritur vetëm flamurën e federatës dhe jo të Shtetit të Kosovës. Madje edhe në pjesës e transmetimit, apo ndryshe prezantimi kur bëhet në televizionet të cilat janë brenda stadiumit, dhe kemi parë që është shujtur Federata e Futbollit të Kosovës dhe Kosova. Por reagimi i menaxhimit të UEFA-s bëri ndikimin që me pas të ktheje siç duhet. A kanë ose pse nuk po guxojnë këto federatat e tjera, sporteve të tjera me pas këndikim? Cili është humbja e tyre që mund të ketë, ose pasojat e tyre, pasojat që mund të kenë? Gjatë kësaj eksperiencës time mbi 30 vjeçare në sport, do të thotë e kam parë një realitet, ndoshta i dhëmshëm, por është realitet, do të thotë futbolli është 90%, 10% janë sporte tjera. Te fundit, këte mund të vrejnë edhe në përhapsiren që i jepën futbollet të gjitha mediat e ndryshme, dhe kjo nuk është një dukuri vetëm në Kosovë, por është në tërë botën. Kështu që presioni, kur është pyetje futbolli, presioni kombëtar, nëse për shembull edhe një ministër i sportit apo ministër i punëve të jashtme, punëve të brendshme, kushdo qofshin ata edhe bërështetasit e shtetit, tentojnë të bëjnë mos ta lejojnë një shtet të merr pjesë, ose mos të lejojnë simbolet atij shtetit të shfaqen në mënyrë të barabartë, madje edhe me dimensione dhe me gjitha format e tyre. Presioni i brendshëm ose presioni i UEFA-s dhe FIFA-s, si dy organizmat që qeverisin me futbollin. Domethënë tani është ndikimi shumë më i madh në shtet, sepse nëse për shembull nuk lejohet të organizohet një event në futboll, presioni është i jashtëzakonshëm nga shikuesit, madje nga gjitha strukturat shtetërore, të popullatës, mediat e kështu me radhë, ndërsa në sportet të tjera që janë më pak atraktive për shikuesit, për gazetarët edhe për të gjithë të tjerët, se dhe njeni më tha, mare që s'po na vinë shikues së gale, po prindët që s'po vinë me pa fëmijët e tyre, që kjo brengosë. Kjo është ajo më e rëndë. Më e rënda. Kështu që futbolli në këtë drejtim ka më pak probleme, pa dashur me mohu, ndoshta edhe kontributin e drejtuesve të asaj Federatës futbollit, por po e them, ky është një problem që kam na përcjell edhe në tarmën, dhe domosdoshmërisht duhet hartohet një strategji si duhet të veprohet, koordinohen të gjitha strukturat sportive dhe politike dhe të reagojnë me kohë. Unë mbaj mend, do të thonë pas një presionit jashtëzakonshëm si Komiteti Olimpik që kishën bërë në Komitetin Olimpik ndërkombëtar, njerëzit përkatës patën kërkuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës që t'ju drejtohem të gjitha federatave që minimum 3 muaj përpara na informojnë se në cilën vend ka me pas ndonjë aktivitet sportiv, posaçërisht në vendet që nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, dhe unë i kam shkruar të gjitha federatave, por mund të them që nuk janë përgjigjur gjitha federatat, do thotë nuk e kanë trajtuar me seriozitetin e merituar. Tani kur ka ndodhi. Tani reagojmë të gjithë, mirë po është vonë, a pasojat i pson vetëm sportisti. Pra, ne duhet shumë çka të bëjmë, sepse në qendër të sportit është sportisti. Zotëre Asoni, faleminderit shumë që zgjidhët kohën dhe ishe pjesë e emisionit Pasdita Sportive. Nësia jam faleminderit për ftesën.